Këshilli koordinues i arsimtarëve në diasporë mbajti takimin e radhës dhe prezantoi punën e tij njëvjeçare. Këshilli koordinues i arsimtarëve në diasporë zhvilloi takimin e radhës nëpërmjet platformës Zoom, ku mori pjesë drejtoresha e qendrës votimeve Mimoza Hysa. Takimin e hapi nënkryetaria Aurela Konduri, i cila u kërkoi anëtarëve të ofrojnë një pasqyrë të përgjithshme për përfundimin e vitit shkollor 24-25. Gjatë diskutimit, anëtarët prezantuan gjendjen aktuale e shkollave shqipe në shtetet ku veprojnë, si dhe folën mbi aktivitetet që po zhvillohen për ndërgjegjësim dhe motivimin e prindërve. Pas prezantimeve të anëtarëve, zonja Miradie Berisha, Austri, Mirasheu, Kanada, Mustaf Krasniqi, Gjermani, Subtyqi, Gjermani, Dritan Mashi, Itali, Arta Emiri, Suedi, Aurela Konduri, Greqi, fjalën mori drejtoresha e qendrës votimeve për diasporë, zonja Mimoza Hysa. Po ashtu disa nga pikat kryesore nga vendet ndryshme u paraqiten veçoritë e mësimdhënies së gjuhës dhe u shkëmbyen përvojë suksesshme dhe u adresuan shqetësimet e mësuesve. Në fjalën e saj, zonja Hysa tha se këtë vit filluan më herët kërkesat për tekste shkollore për të kuptuar më mirë dhe në kohë nevojat e mësuesve në diasporë.